Policia e Tiranës ka zbardhur vrasjen e gjyqtarit Astrid Kalaja në ambientet e gjykatës së apelit pas ditën e sotme, ngjarje që tronditi Tiranën. Tashmë mësohet zyrtarisht se gjyqtari Astrid Kalaja u qellua brenda sallës së gjyqit, ndërkohë që u plagosën edhe 2 persona të tjerë. Policia përmes një njoftimi për mediat bën me dije se autori në fakt nuk është Gjon Shkëmbi, por është djali i tij, Elvis Shkëmbi, 30 vjeç. Fillimisht u raportua se ishte Gjon Shkëmbi, i cili ka dalë disa herë në media, duke u ankuar se nuk ishte drejtësi mbi një pronë të tij. Babë bir ishin në një seancë gjyqësore për pronën, dhe në një moment i riu ka nxjerrë armën duke qelluar ndaj gjyqtarit, por edhe ndaj palës tjetër në procesin gjyqësor, duke plagosur kështu Rakip dhe Ervis Kurtajn. Mësohet se babë bir, palë në këtë proces, janë tashmë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa gjyqtari Astrid Kalaja ndroi jetë teksa po transportohej për në spitalin e traumës. Shërbimet e policisë neutralizuan dhe arrestuan autorin e ngjarjes së rëndë. Menjëherë pas kësaj të fundit, pasi ai nuk tentoi të arratisej dhe gjithashtu i sekuestruan armën e krimit. Policia thot se në vijim do t'jap një informacion më të plotë e më të detajuar për këtë ngjarje të rëndë. Megjithatë, ajo që del në pa nga kjo ngjarje që tronditi sot vendin. Kjo është prona për të cilën sot u vra në sallën e gjyqit Astrid Kalaja. Konflikti ka nisur prej më shumë se 12 vitesh mes Pal Shkëmbit dhe familjes që jetonin aty. Ndërtesa trekatëshe ka qenë shkolla e rezervave, por që ka kaluar në proces privatizimi. 12 vite më parë 31 familje që jetonin aty protestuan duke mos liruar objektin, madje akuzuan se pronari i ri nuk ka asnjë dokument. Në të kundërt me ta, Shkëmbi ka regjistruar pronën në hipotekë duke deklaruar se e ka privatizuar. Madje për këtë objekti është dërguar në përmbarim, por pa arritur pasi palët janë përballur sërish në gjykata, qoftë në shkallën e parë apo edhe në të dytën. Pali në deklaratat për mediat ka deklaruar se në dosjen e gjykatës nuk ka qenë akt ekspertiza, duke akuzuar se ja kishin falsifikuar materialet. Tashmë me zvarritjen prej gati 2 dekadash, çështja kishte kaluar në gjykatën e apelit në Tiranë, parashikuar për të nisur në orën 14